Përshëndetje miqtë e emisionit Glamur, një takim tjetër ky radhës. Sigurisht, diskutimet të cilat vinë ditën e diel, ora 20, janë brenda kulturës, në këtë fushë ku ne gjithmonë me një nuhatje zgjedhim të ftuarit për t'i sjellur me bashkëbisedimin të cilin e servojmë në kuadër të 40 minutave në transmetim. Sot do të flasim për një gjë të bukur. Bashkëbiseduesi im ka filluar që sezonin ta fillojmë bashk, po dhe ta mbarojmë bashk ndoshta. E them kështu me shaka, sepse kryeveprat e tij do të vinë gjithmonë në kuadër të transmetimeve tona, edhe në shtëpinë tonë, po dhe në emisionin Glamur. Do të flasim për Antigonën. Nuk është kjo heroina e Sofokliut, por është Antigona e Likovës. Ka udhëtuar në një prej 5 festivaleve më të mëdha botërore, kësaj radhe jo me automjet, por nëpërmjet shiritit filmik. E përcjellim bashk. Femna e merë guximin për familjes. Qyshe ka traditën familjare edhe e merë guximin. Momentin e parë, kur ja kam nisë me vozitën, unë e kam pas stres shumë. Tepër kam pas stres. Amo që tash jam adaptu më. Ka pas edhe probleme, ju ka shpërthy guma kjo si vajzë, po e ka pas një ide që i del vetë edhe i ka dal vetë. Però sot mund të parë. Mos qirin nga, po shkon fakultet, shko, pi shkon shkolla, shko. Hec, mos u mshel. Se sa ta mshel shte shpia, qa që ma keqa është. E le, për jashtë, ajo e shef ku a bota. Se kur ta shofe ku a bota, edhe ajo ftillon. Dy bashkërregjisorët e dokumentarit Antigona i kam në studio, i ftoj për bashkëbisedimin ton televiziv. Është Ibër Deari dhe Mirsat Abazi. Mirë se vini. Kam thënë që e filluam dhe e mbaruam sezonin bashk, por gjithmonë kënaqësi për të folur. Mirsat, mirë se erdhe, urdhroni. Për kryeveprat e tua, Ibër. Veprat, punët e tona, që po mundohen bashkërisht me bërë diçka të mirë. Po tas kur për një herë mbledhen këta se në 5 vite gati kemi pasur pauza vetëm duke xhiruar. Dhe ky vit sikur për një herë filluan të dalin premierat dhe po duket se kemi punuar shumë. Po realisht jo, ka qenë një 5 vit i gjatë që vazhdimisht kemi ulumtuar, aplikuar, punuar. E kam thënë bukur në fillim fare, sepse Antigona kësaj radhe s'ka udhëtuar me automjet, po ka udhëtuar nëpërmjet shiritit filmik në formën artistike. Antigona më shumë se 22 vite udhëton nëpër fshatrat e komunës së Likovës, të gjithë e njohin atje. Por ja, erdhi mundësia tash edhe nëpërmes filmit me historinë e Antigonës të njoftohet edhe vendi më gjerë, do të thotë duke filluar nga Kumanova deri në Sheffield. Dhe shpresoj që do të vazhdon rrugtimi edhe më gjatë që të frymëzohen njerëzit, të shohin një histori interesante nga një grua shumë e fuqishme, e guximshme, që nuk e ka penguar asgjë, si në kohën kur kanë ekzistuar paragjykimet ndaj grave dhe koha që sot është shumë më lehtë të tigrajnë veturave ose furgonave në vendin tonë. Po, Mirsat, shumë i mishruar me paraqitjet e tua para objektivit të kamerës, para duartrokitjeve të publikut, por ndoshta pak më pak në këtë rolin e regjisorit. Si e përjetove? Tash po, muj me thonë se si aktor, dhe më thonë, ishte shumë më ndryshe të jesh regjisor kësaj here, se ka qenë fillimi im i parë, dhe më thonë dokumentar që kina morë pjesë, zbashku me Ibrën, se ki anën vizuele, dhe më thonë, njeh shumë më mirë, dhe atje kam pas një përparësi të madhe, se, dhe më thonë, jam morë vetëm, muj me thonë me hulumtimi, sa është hulumtim kjo, se kjo unë e kam jetu në këtë fshatna ku Antigona akon, dhe më thonë, me këtë
furgonin që ka kalu çdo ditë. Ndoshta kur jam konë edhe më i ri edhe kam udhëtuar me Antigonën pim fshatin, më shkurt me thonë kam shku të dajtë mi. Edhe e kam pa se është një sen i mirë edhe kena diskutu me Ibrën që shka muj me bo, dhe më thonë që me mujt, si të pranon Antigona, diçka për me bo një dokumentar. Edhe kjo pak ma ka dhonë një përshtypje që a mujën edhe si regjisor. Dhe më thonë me përkrahjen e Ibrës, kana vizuele që se kam pas shumë problem, se ke njeh mirat punë, unë jam konë me këtë organizimin, bisedimet me babën e asaj, sepse kjo e ka trashëguar, dhe më thonë, kjo fillimet e fillimeve është, ne i thojmë Daja Agim, po është profesor, mësuesi i Agimi dhe ja kalon trashëgim kësaj Antigonës, dhe më thonë këtë biznesin e vetë të furgonit. Është një temë autentike. Autentike është, po. Është një temë të cilën e kanë prekur shumë gjenerata për jush, sepse Antigona për një periudhë shumë të gjatë e bën këtë punë. Do të ndalem tek Ibri, sepse formën e dokumentarit eksperimenton për herë të parë? Kam xhiruar dokumentaret të tjera, po kam qenë si drejtori fotografisë, dhe asnjëherë me këtë konceptin tim që dua të eksperimentoj si dua unë. Do të thotë dokumentari Antigona nuk është një dokumentar klasik i intervistave. Po, duke pas parasysh që aty ka dhe narrativin, ka edhe momente ku i paraqet nëpërmjet pjesës vizuele të gjithë historien. Ndalem këtu sepse dokumentari ndahet në disa zhanre, ne e dim këtë. Nuk ka të bëjë ndoshta në disa pika me filmin të përbashkëta, por që trajta gjithmonë e dokumentarit vjen me këtë prekjen më të parafort dhe që ty të lejon ndoshta edhe personazhin kryesor ta përcjellësh gjithkohës, pa e dramatizuar ose pa e sforcuar që t'jetë dikush tjetër, po t'jetë vetvetja. Dhe kjo besoj të ka ndihmuar shumë për ta ndërtuar dokumentarin. Pikërisht me Antigonën, se Antigona personazh vetvetja, edhe është shumë lehtë. Se mund të kishe qenë më e mbyllur, mos të bisedon, mos të shprehet, po Antigona ka qenë gjatë tërë kohës një këshilltare, të tregon për gjithë pyetjet që më ka interesu, ajo ka dhënë përgjigje shumë të mira. Edhe në disa shumë vende tjera, për shembull ajo që më kalon më shumë përshtypje se nga e merr një grua guximin, ajo thot me shumë pak fjalë shumë thjesht, thot një grua merr guximin nga familja. Edhe ashtu edhe hapet traileri i filmit, se nëse një grua nuk e ka familjen e shëndosh dhe përkrajen nga babai vet, nga nana, vëllezërit, nuk du të shkon të kërkon dikun tjetër pastaj guximin ose të drejtat, se nuk është e krijuar si duhet. Dhe Antigona dhe familja e saj do të thotë janë shumë familje përparimtare, do të thotë babai vet ka qenë arsimtar në shumë më herët me sa e di në Miratot ose në Preshev. Pastaj ai kur largohet nga puna e kap këtë furgonin pas luftës ta filloi si biznes familjar. E pastaj Antigona i bashkangjitet, tash babai i saj nuk është në gjendje të mirë për ta vozditur furgonin dhe Antigona e merr me një kohë do të thotë ku ka qenë çudi me pa një grua të vozit vetur. Dhe Antigona, guximi i saj dhe kjo komunikimi i lirë do të thotë ma ka mundsuar edhe mua edhe gjithë ekipit bashkërisht, do të thotë edhe kamermanët që kanë qenë, du ta përmendet, do të thotë Femi Dautin e kemi pasur drejtor fotografisë, i dëshmuar në shumë dokumentare profesionale. Si kamerë të dytë e kemi pasur Fisnik Halilin, producenti do të thotë në Shavdi Thaçi me Lumières Film, edhe Avdia në shumë dokumentare të tjera të suksesshme për momentin në Cannes Film Festival do të jenë pjesëmarrës. Kështu që u krijuam një ekip që me përvojë të madhe që kanë pasur në dokumentar, edhe në përvojë në film, me mirësatën bashkërisht më shumë se 15 vite bashkëpunime. Antigona ishte vetë personazhi i veçantë, dhe mendoj se ishte i lehtë në realizim. Ma thuaj pak këtë takimin e parë me Antigonën. Si e përjetove dhe çfarë nuhate prej saj, çfarë mund të nxjerrish prej saj për shembull? Sepse ajo si figurë duket shumë figurë burnesh do kisha thënë, e guximshme shumë. E guximshme shumë. Dhe me të vërtetë nuk ka e kemi pasur nuk ka frikë nga asgjë. Mas pakti nga ajo ne që kemi frikë, ne kemi frikë nga paragjykimet. Neve do të thotë na demoralizon një paragjykim nëse dikush na thotë diçka ose. Dhe Antigona na ka dhënë atë motivin se unë s'e kam dëgjuar askënd dhe
nuk është që ka prit këtë dikush që ta xhiron një film për Antigonën, ose se unë e kam pyetur edhe gjatë bisedave kemi bisedu, a ka ardhur dikush më interesu për juve për këtë rast, do thotë ose një organizat që janë marrë feministe, që janë marrë me drejtat e grave, me promovimin e gruas, thotë asnjëherë askush, nuk I ka interesuar askujt. Dhe prandaj jemi të lumtur që kemi nxjerrë një ngjarje të suksesi nga një grua në një vend fshatrat Të janë. vogël, po. Po, sepse është bërë e lehtë në përkrye qytete dhe qytete të dalin ngjarje të suksesshme. Dhe duke harruar gjithë ta gratë të fuqishme që janë në vende ku shumë pak promovohen. Ne do të kemi qenë bashkë Mirsatën kur e kemi pa këtë furgonin duke kaluar dhe aty na ka lindur ideja për neve furgoni ka qenë karakter. Do thonë një furgon që gjatë tërë kohës do thotë se nuk është vetëm se është një grua që është në vozitje, por dhe ajo lidhja e fshatrave që bëhet. Pastaj biseda me Antigonën normal në fillim nuk ka qenë shumë e lehtë se nuk është Antigona që siç po them nuk e ka pasur interes të promovohet, të flitet për të, asaj vetëm intereson puna e saj. Sakt. Do thotë apo mos ta kisha pas furgonin, unë do të isha marrë me baçë, do të isha marrë me ndonjë punë tjetër. Unë sikur thotë nuk kam nevojë për askënd kështu që ta luz dhe kënd të ma japin një punë, unë e gjej vetë punën. Dhe mendoj për mua mjaftu shumë inspirues për ta realizuar një dokumentar me një grua kaq shumë të guximshme dhe shumë inspiruese. Kur ndalesh dhe mendon, profesionistët duan të gjejnë vetëm një detaj të mundshëm dhe prej ti të ndërtojnë gjithë këtë storjen e cila vjen pastaj në formë edhe të filmit, të dokumentarit apo edhe në ndonjë formë tjetër. Por që rrallë herë gjejmë bashkëbisedues të cilët janë të gatshëm për të qenë pjesë e këtyre daljeve televizive, sepse kanë formuar atë comfort zonën e tyre për të vepruar mbi biznesin, punën dhe kështu me radhë. Unë besoj që edhe Antigona në të njëjtin rast ka shikuar vetëm të ardhurat mujore apo ditore si që ka llogaritur ajo dhe nuk I ka lënë një përshtypje ndoshta xhirimi apo edhe shkuarja në një festival. Ja spjegove me radhë se si mund të ecë ky dokumentar? Drejtë me thonë në fillim edhe nuk e majnë mend se çka kemi bisedu shumë me Antigonën. Ideja vetëm ka qenë ne ja kemi sqaruar se je rast shumë interesant dhe për më shumë du ta bëjmë këtë dokumentar që të frymëzohen dhe të motivohen edhe gratë tjera, edhe pse në komunën tonë tani më vetëm kemi shumë gratë të suksesshme në shumë fusha të ndryshme, që edhe shkollohen, marrin, do të t'i grajnë veturave, nuk ekziston më ajo friga që ose burrat nuk është që shikojnë më një grua se janë një grua po vozit ka veturë, është e adaptueshme. Edhe tek faqja e fshatit nga vjen Antigona e pash e kanë bërë share lajmin mbi 1000 lajka, pëlqime, komente shumë pozitive, si nga burrat, si nga gratë. Ishte ideja me bind Antigonën që ja vlen të jetë film për të. Pjesa e festivaleve, unë zakonisht kur punojmë edhe me filma tjerë, në fillim, sigur kam frikë t'ja garantoj dikujt se do të kemi sukses, se nuk e di. Por ne vetëm besonim se duhet të bëhet ky dokumentar, pa marrë parasysh do të shkon në Sheffield, e disha se s'paku këtu do t'jemi në ndonjë festival. Por energjia e mirë, bashkëpunimi I mirë dhe... Ajo sot e di që është në festival. E din se është në festival, ka pasur më duket shumë presion, ka pas nga media, se të shkojnë të marrin intervista, por nuk e ka atë interes, se me të vërtetë e intereson puna shumë, prandaj edhe kërkova përmes Facebookut që mos I bëjnë shumë stres, sepse e kemi Sheffieldin sot që e prezanton këtë story, dhe nuk duhet të djegët storia tash me intervista televizive. Por ajo ku e tha më herët, populli jonë tek ne kanë pak fshirë ndoshta me shfaq suksesin e vet ose me dalë nëpër media se drejtë me thonë ndjeza sot televizioni është bërë edhe një kërcënim I bullizimit të njerëzve, për shkak se marrin pyetje shumë provokuese I parashojnë njerëzve, pastaj I hedhin nëpër TikTok, dhe shumë njerëz po kanë frikë pastaj edhe në film të luajnë, se nuk po dinë se për shembull pyetjet që të parashojnë a dal në TikTok apo dal diku tjetër. Se një media e lirë ose disa gazetarë që dalin me intervista të thjeshta në rrugë I kanë traumatizuar pak popullin e thjeshtë, po edhe neve artistëve, edhe unë kam frikë gjithkund të jap ndonjë deklaratë se nuk e din çfarë pyetje provokative të japin. Çfarë nxjerret prej saj, po. Mirsat, më the që fare në fillim ti je rritur me këtë Antigonën e cila bënte këtë qarkullimin mes fshatrave. Po, si e mban mend aso kohë, sepse unë dua të zbuloj edhe këtë pjesën filozofike. Antigona e cila filloi të mirret me bartjen e pasagjerëve nga një fshat në fshatin tjetër, dhe të linte kur ishte atëherë
tjetër, sepse sot unë besoj nuk të lenë kureshtje është diçka shumë normale dhe ti e shen në formën ndoshta edhe më artistike, si Ibri që tha, e kemi vërejt furgonin më tepër se sa vozicën e furgonit. Po si fëmi, si moshë më e re, si e përjetoja Antigonën? Kjo është diçka shumë interesant, se ati, dhe më thonë, e ki pas çdo herë ti me të shka do të shkojmë ose të dajt, ose të halla, ose... Të lidhet familjare. Të lidhet familjare. Edhe kjo të vike shumë interesant se far ideje e mirë, dhe më thonë, krejt shkojnë për një qytet. Po, kur kush nuk të qonë me pas lidhshmëri, pa pagujt të, se edhe aso kohën ndoshta ka pas, dikush do një taksi privat, që ajo të kushtoj ke shtrejnë. Ti, dhe më thonë, si një qytetar, si një fshatar, del me pagu me taksi, ajo të kushton shtrejnë, kotë pse shkon të dajt, atër ose të hallë. Po kjo lidhshmërie që e kanë bon, dhe më thonë, kjo, si geografia s'kalon kjo në për qytet, po në gjitha fshatët që i lidhë. Edhe kjo të vike përshqivje se del e prit me ko dhe vike me ko. Shkojmë për shemull të halla ose të daj, në këtë ko i ka ato orarat e vetë, më thonë si di ora 3, ora 5, kështu i ka pas disa orarat që i majnë me. Edhe dilshmi me familjartë, që ishmi, e pritshmi furgonin, hepshmi, shkojshmi. Kjo të vike një farë ndjenje shumë e mi që po ta kryjnë punën me pak të holla edhe po shkon me një vend dhe pi viziton për shembull ose holla ose dajt ose këtë. Kjo ishte diçka shumë e veçantë, më thonë, edhe u kënaqsh ti me atë. Se në komunën e Likovës ka mungu këtë transporti publik brenda fshatrave, dhe djetë në komunën e Likovës gjithë fshatrat janë të martuar, janë lidhet farfisnore. Dhe me të vërtet, jo ka qenë një shpëtim i familjarëve që mos të marrin ndonjë taksi privat ose me veturë private. Vazhdon edhe sot të udhtojnë njerëzit, sado që kemi bërë vetura, kanë vetura. Edhe unë e di se në shumë e saktë Antigona në orarin e saj. Ndoshta më shumë vonohen autobusët, linja e Shokanke, sa në Shkup, që nuk janë të saktë, vonohet autobusët, se sa Antigona në për gjitha ato fshatrat e komunës Likovës. Do më duhet të ndalem ndoshta unë në fëmirin time që të hulumtoj pak në këto udhëtimet e Antigonës, ndoshta mos valla dhe unë kam qenë në furgonin asaj, sepse lidhjen që kam unë me atë zonë aty do ta them pastaj, tash nuk ta them publikisht. Ibër, dokumentari udhton në festival, e vendose ti t'jetë pjesë e këtij festivali apo bëre një analizë se ku do kishte mundur që t'jetë më i përafërt edhe me temën edhe me mënyrën se si e ke punuar? Do të thotë me pjesën e festivalit dhe festivali në përgjithësi është producenti Avdi Thaçi, ai më mirë e njeh këtë punë. Do të thotë ne kemi nda këtë punë, unë po mirëmi me filmin të me festivalet, ka krijuar shumë një lidhje të mirë me produksionin, me networkin e lidhjeve të njerëzve dhe ja kam besu edhe ai e din më mirë dhe ka arrit me sukses do të thotë jetë pjesë. Po gjithmonë në një bashkëbisedim për cilin Djelza, kemi bashkëbisedim sigurisht. Rezultatet janë të përbashkëta pastaj në fund, Ne, si që përmenda ekipën, ja dhe ne Mirsadin të thotë bashkarisht që kemi bërë filmin, por sikur i kena nda këtë punën e produksionit se e dim cile ka aftësinë më të mirë për ku. Unë nuk jam aq i mirë për festivale, edhe e njoh vetën. Avdi janë shumë i mirë atë pjesën e produksionit, edhe është nga producentët ndoshta më të ri që ka hyrë tash prej këtë filmi Regja që ka montu filmin, do të thotë është montazheri i filmit, dhe shumë shpejt arrite me 2 dokumentare, që është një dokumentar tjetër Big in Gazibaba, që do të thotë ishte në Toronto, në shumë festivale të mëdha botërore të dokumentarit, dhe ky, do të thotë filmi i dytë, Antigona. Kështu që unë nëse jap këshilla besoj se vetëm gaboj, se nuk i kam hi asaj fushë dhe nuk e di atë fushë, edhe prandaj janë të ndara ndoshta këto kategoritë, producenti, regjisori, montazheri, kamermani, dhe po na ecë shumë mirë. Po, ma thuaj pak të lëvizjen, sepse kemi folur për lëvizjen e Antigonës mes fshatrave, por që në gjuhën profesionale do kisha dashur të mësoj pak, sepse nuk e kemi parë dokumentarin, kemi parë vetëm këtë promon të cilën e shfaqem edhe për shikuesit. E keni përcjellur gjatë vozitjes, pastaj jeni stacionuar edhe në oborin e shtëpisë saj, ku keni marrë disa prej momenteve që ajo i ka rrëfyer gjatë jetës. Çfarë në fakt i ka ndodhur, apo momente të cilat janë ndoshta pak më pikante rreth karrierës së saj si vozitse, Filmi është financuar nga agjencia dhe tash kur aplikon te EDN, aplikon me 15 minuta, 20 minuta. Ne kemi aplikuar me 20 minuta dhe tash në atë 20 minutë që ne kemi munduar pjesët jo ndoshta më të mira, por më të rëndësishme për atë format.
kjo ka histori për film gjatë, që ta kapësh ndoshta në gjitha fshatrat ta xhiroj sepse në çdo fshat ka një histori. Kjo në çdo fshat e një njerëzit, mentalitetin e njerëzve në atë komunë, Antigona ndoshta nga ata që një më mirë se sa gjithë ne që jetojmë atë rreth. Ne kemi bërë dokumentarin me takime në shtëpi, se na ka interesuar pak edhe më shumë jeta e saj me familjen, se sa vetëm ajo ku shkon me njerëzit të tjerë. Dhe kemi pasur edhe në udhëtime, edhe në shtëpi, do të thotë nuk janë intervista klasike, janë më shumë biseda dhe rrëfimet e Antigonës. Ku përfshihet aty është edhe vllau i Antigonës, jetoni, babai i saj, motra e Antigonës, Manushaqja, do të thotë janë gjithë familja që japin ndonjë mendim. Po, në formën e gjatë të dokumentarit, ndoshta do kishe mundur ta ndërtosh edhe me pjesën artistike ku aktorët do ta luanin rolin e saj, por që Antigona e bën shumë mirë punën e saj, kështu që unë do të kisha ngelur prap tek originaliteti. Ne jemi duke filme artistik, po merr njerëz jo aktor për me qenë më autentik. Imagjino po t'i fusim aktorët në filma dokumentar, do t'jetë shumë rrezik, se do t'a humbë, ose ne gjatë tërë kohës mundohemi sa më autentik mi bëmë. Dhe nuk besoj se po dhe si film të ishte bërë Antigona, se mund të jetë edhe një film fiction. Antigona do t'a kishte pas personazhin më të mirë Antigona me bërë se sa një aktore. Se tipi i saj, karakteri i saj reflekton pozitivitet dhe fuqi. Për dallim se si do t'a portretizonte një aktore, ndoshta duke paraqitur si një vujtje, viktim, ja vetë një grua, ja nuk e paragjikuar, ja, po kupton. Kurse Antigona tregon se kjo është jeta dhe në shumë normale, dhe për mu nuk është asgjë e vështirë. Po, dhe asgjë jashtëzakonshme, është diçka që shumë normale. Si gjithë të tjerë që mund të shkojnë në punë, edhe unë dalë për punën time. Po, të thjesht është as si punë dhe dashuri ndaj punës. Ndaj punës. Iber, unë e di që gjatë gjithë punës tënde ti e munduar që të nxjerrish edhe një mesazh për Antigonës, dhe këtë e ke marrë, besoj, për ta ndërtuar pastaj si historie. Por një mesazh të cilën ti e mban brenda vetes që e ke kuptuar edhe gjatë rrëfimit të saj. E ke ndonjë mesazh të tillë? Apo ndonjë reflektim të Antigonës? Do të thotë, unë e thash në fillim, ajo përgjigja më e mirë që e ka dhënë për guximin e një gruas që vjen nga familja. Jo që ne nuk e kemi ditur, por e kemi harruar. Do të thotë se që tërkohë duke kërkuar, kjo nuk është vetëm për gruan që e merr guximin, por edhe për burrat. Ne nëse nuk ndërtohemi nga familja, me vetbesim, me vlerësim, me guxim, pse ta kërkoj fajin të tjetri pastaj. Ne duhet të krijohemi me një familje të shëndoshme për kraje. Pastaj kemi shumë më lehtë qasjen tonë ndaj tjerëve, ose edhe frustrimet e tona ndaj tjerëve. Se zakonisht ata që dalin me shumë bërtitura dhe akuza dhe sharje ndaj të tjerëve, mendoj se kanë frustrime shumë personale që vinë me një familje jo të shëndosh. Dhe ne bashkë kemi hyrë gjithë ekipa në shtëpinë e Antigonës, se kemi parë çfarë lumturie e madhe është aty, çfarë modeli i mirë i familjes, çfarë sjelljet mikpritje e mirë, dhe ne jemi gëzuar shumë. Do të thotë kemi parë shumë momente të mira që na kanë motivuar shumë. Mirsat, ka momente tjera interesante në ato zona për ti spikatur ndoshta me objektivin e kamerës? Te zonat e tona, se zakonisht ndoshta janë bën dokumentare në për qytete, po te zonat e tona ka dokumentare shumë që mund të arrijmë të realizojmë. Nuk është puna që vetëm te Antigona, po ka sikur shajna në bisedim, kena edhe një farë dokumentarit metrazhi gjatë tash me Ibrën. Edhe do të mundohemi që ta nxjerrim më të mirën aty ku mendojmë. Nuk e kena paralajmëruese për kanë. Idejet nuk i tregojnë. Jo. Idejet nuk i tregojnë. Si do vini edhe një në studio. Po kësaj here kena dokumentarin me metrazh gjatë dhe besoj se kena me hulumtu edhe shumë më shumë se ka. Ju jeni atje si në shtëpinë tuaj, gjithë ju njohin, kështu që ju mirëpresin, ju hapin dyert të shtëpisë, ulen bisedojnë gjithë me ju. Nuk e kena pas asnjëherë këtë problem edhe shumë. Ibri tashmë ka dëshmuar veten që i thën kufit edhe ndërkombëtar, edhe gjithë ata të cilët e kuptojnë sadopak të botën e artit, ju duart trokasin për punën të cilën ju e bëni. Edhe në qytet, po edhe në zonat rurale. Jam munduar disa herë të parashtroj këtë pyetjen se si e kam pranuar aso kohë, sepse Iber, ajo Antigona është në një moshë madhore, apo jo? Po, ne nuk e dim saktë në cilën moshë se nuk e kemi pyetur. Do të thotë gjatë tërkohës kemi marrur me këtë punën e vozitjes, e rrëfimit, po edhe paragjykimeve, lirisht mund të flasëm për atë pjesë.
nëse të intereson se si ka qenë në fillim. Aty ndalem, po, të paragjykimet, sepse unë besoj që ajo në ngjitjen e parë në timon, duke bërë këtë lëvizjen, ka dëgjuar dhe fjalë të cilat nuk i kanë pëlqyer. Ajo pikërisht ka qenë, prandaj sot thash është letjes shofere, është let. Asgjë diskutojmë sot, ne mund të... Gjithçka është më lehtë. Në periudhën e pas luftës, më duket kur kanë dalë Antigona, ajo tregon vetë se kanë shikuar me habi një grua të vozit furgon dhe bile tregon një rast dikush i ka thonë ti je vozitse, unë nuk hipi me ti se kam frikë. Edhe tash ne ne mohojmë këtë historinë e kaluar se shumë kanë paragjiku burrat në aftësitë grave dhe nuk i kanë besuar. Do të thotë, por sot gratë vozitën krejt. Do të thotë, në komunën tonë ne kemi gra që udhëheqin edhe biznese tjera, edhe vozitje të vetura gati të gjithë, sicila shtëpi ka 2-3 vetura sepse sicila ka një veturë personale. Me nevojat patjetërsueshme. Ajo ishte se Antigona në atë periudhë kur ka pasur shumë paragjykime, shumë shtypje, ndoshta nuk kanë për shumë burrat se ky furgoni ka qenë edhe gra dhe burra. Nuk kanë dash burrat voziten me të, nuk kanë dash voziten me të se nuk i kanë besuar. Tash jo të gjithë, po mjafton 2-3 vetë nëse të thonë jo, do të thotë është paragjykim dhe është një nënvlerësim. Por kjo është ajo se ajo ka besuar në idenë e saj, e ka shikuar biznesin familjar dhe nuk është ndalë. Po të kishe qenë ndoshta një grua më jo e sigurt në vetvete, do të kishe lënë furgonin dhe nuk do ta kishe vazhduar punën. Antigona nuk është dorëzuar dhe sot është një heroin. Sot të gjithë në komunën tonë e njohin si simbol të rëndësishëm Antigonën dhe të gjithë kanë fjalë të mira për të. Dhe unë besoj se edhe më herët kur e kanë parë Antigonën duke i gra timonit, furgonit, është inspiruar edhe një grua tjetër të thotë ja, Antigona është një grua që vozit, pse mos ta marrë edhe një leje. Do thotë ka pasur ndikim të madh, edhe një jetë ndoshta ndër gratë e para me biznes privat që e ka pasur në komunën tonë. Është pjesë historisë. Pa e thonë se sot a janë ato paragjykime, nuk janë ato paragjykime. Në komunën tonë është bërë një hap shumë i madh i zhvillimit. Edhe ne kur ka shkuar aktor të studion, edhe unë regji nuk ka qenë diçka e planuar. Ose të kanë krahasuar. Po, diçka e kapshme për kohën. Por sot, i gjithë katuni jonë gati janë artista, të gjithë vinë të luajnë, të gjithë duan të promovojnë filmin, janë të lumtur dhe normale, ne dim çfarë periudha kohore kemi kaluar dhe pa ja vendosur fajin banorëve ose njerëzve tek ne. Ne kemi pasur fshirësi, si të shkollohem, si të punësohemi, dhe sot për fat mirë jemi gjithë në rrugë. Sot vetëm duhet jemi të guximshëm. Unë tom ta kem vetbesimin dhe guximin e Antigonës që e ka pasur në vitet e mëhershme. Do të provoj shumë filma, nuk do mërzitem çka flasin njerëzit. Jo që nuk e ke guximin, se unë shoh në rrjetet tua sociale komenton shpesh edhe rrugën e cila nuk është e ndërtuar nga Kumanova deri në shkollë. Edhe pikpagesat të cilat janë që vazhdimisht na harxojnë. Po. Por gjithmonë fokusi yt është prodhimi i gjërave të cilat do të ngelen në histori, po dhe në arkhivin e filmit në Maqedoni. Kësaj radhe bashkëpunon përsëri me Agjencion e Filmit, i kënaqur me këtë mbështetje dhe besoj që radha vjen pastaj edhe për gjërat tjera të cilat do t'i kalosh me mbështetje financiare, se pa mbështetje financiare nuk bëhet asgjë. Ne, unë nuk dua të bisedoj shumë për këtë pjesën e filmave pa buxhet që kemi punuar, po e dem. Kemi biseduar shumë, po. Mendoj se Antigona si metrazh i shkurt, dokumentar, le të jetë edhe një shembull që ata që aplikojnë për të fituar dokumentare, le të aplikojnë me të vërtet jo për të marrë parë, për të realizuar filmin. Se tek ne të idejeve të regjisorit, shumica në kur i shohim disa emra kanë fituar dokumentare njerëz që as nuk i njohim. Edhe jo vetëm të shkurtë, edhe me dokumentare të gjata, që janë buxhete mjaftueshme të mira. Ose dokumentare që nuk i shohim asnjëherë. Asnjëherë. Dhe tash për mua është një djegje buxheti dhe një djegje projekti. Imagjino sikur Antigonën ne ta kishim bërë vetëm as shop. Edhe mos të promovohet. Çdo dokumentar, se çdo projekt nga Agjencia e Filmit duhet me të vërtet ato parë që mirën të harxhohen për film, që janë të para edhe honorarët, aty nuk diskutohet, por le të fokusohen të bëjnë vepra të mira, sepse janë histori, sidomos dokumentari, filmi fiction është një histori e krijuar që mund të krijojmë gjëra që nuk mund të prekin ndoshta popullin ton. Por dokumentari, çdo dokumentar është histori. Ne në komunën tonë, por edhe në Kumanov, por edhe në Shkop, aq shumë ka ngjarje
interesante që mendoj se po të fokusohemi në filma dokumentar do kemi shumë sukses. Po. Por për fat keq filmin dokumentar çdo herë kanë lënë anës të një buxhet shkeleshko dhe mund të çdo kush të bëjë një dokumentar sepse askush nuk të kërkon llogari. Kurse për të filmat fiction është pak më shumë kjo premierat e unë shpresoj që ta marrin edhe artistët e tjerë ose ata që duan të mirën me dokumentarin, le të besojnë edhe në projektin e shkurt, mos ta marrin sikur një projekt hajtse kaluese. Po. Mirësat, unë e di që Ibri është marrë me këtë pjesën edhe të promos edhe të po. Ma thuaj pak sa e ke ndihmuar në këtë pjesë, apo sa ke marrë mësim nga Ibri në këtë relacion, do me thonë, të krijimit? Po tash e pashtë, çdo herë kena pas, do me thonë, diskutime me Ibrën se ju e keni ma letë regjisorët, ki aktori e ka, ma vështirë e ka, aktori sa është para kamerës. Ti e ki para kamerës, shka do vënonë. Beso tash për mujë me pasës në këtë dokumentar se sa e vështirë ishte përgjësia e ta kishe gjithë ekipës që janë. Përgjëtësim bisupe, po. Shumë është e vështirë. Edhe mos të ti ka asë një detalj, se pasaj kur futesh montaż, nuk e ke atë detalin, shkon gjithë qka, e mund kuptimin. Faktikisht unë edhe të regja kam pas një rol të mirë ati, po dhe më thonë akon përgjësia e vetëm personazhit tem edhe përgjësin tjetër e kam marrë. Edhe nuk e marrë me asgjë tjetër. Ecë që marrë me asgjë tjetër. Ta është e këtë dokumentar, dhe më thonë që kam mujtë me ndimu, punën organizative, punën me hulumtimet se ku qarkollu, shë kanë diskutu njerëzit për këta, si e kanë lefdru këta, këto ndimes ka qenë për mu. Po punën e vizuale, punën e teknikës e gjithë shka, dhe më thonë e kam pas si kratë gjatës, shumë më ka letësu. Edhe pse, shumë dhe më thonë e kam, ishte një përgjësi e jashtëzakonisht shumë e madhe. Mirësa, dhe sa të kam këtu, unë dua të të bëjë edhe disa pyetje tjera, sepse jo rasisht gjindesh në bashkëpunim me Ibrin, duke qenë që të dy nga Kumanova, dhe unë gjithmonë e kam pas me merak këtë pjesën e teatrit Kumanova, sepse gjithmonë kur jam takuar me aktorët e këtij teatri, kemi pas diskutime të ndryshme edhe për buxhetin, edhe për pjesën e hapësirës, edhe pastaj për audiencën e cila në të shumtën e rasteve ka munguar. Si qëndron sot? Si qëndron sot, gati që unë në kohën kur isha, dhe më thonë, drejtori i dramës Shqipe, ati ka shku mirë, dhe më thonë, me regjisor që i kam promovu, mas shumë të i kam promovu regjisorët posa diplomum, dhe më thonë. Ju kam dhënë rëndësi që ato të vinë dhe t'i përkrajnë. Tash sot do të mbajnë përgjithësi ato që e kanë ndorë. Ja lajmë kohës se si do të shkoje. Po është një tempull i cili gjithmonë e sjell publikun aty dhe në fakt edhe edukon publikun nga brezat më të ri. Unë e vlerësoj teatrin, se nuk do të thotë që nuk do të kesh publik. Asnjëherë nuk mund të shme thonë se s'ka publik. Dush që sjellës diçka të mirë, do kesh publik. Ne patëm nësë kohë e Erson Zimberën me Jeton Neziren, teksti Jeton Nezirës. Do më thonë, gjdo reprizë që kena pas, gjdo vend ku e kena qu, ka qenë full. Salët kanë qenë full. Edhe unë nuk di, do më thonë, shfaqet që janë kënaqë, edhe kur dilëshe, do më thonë, jashta teatrit, të thonë njerëzit kur është repriza tjetër. Dhe më thonë, atë e ki pa që e ki sjell një shfaqe, një dramë të mirë që është e kashme për publikën, që kuptohet. Në këtë kohë, zdi t'japë një përgjigje, sepse jalojmë thash, jalojmë kohës, ta shohmi se janë ndoshta shumë më të suksesshëm ose s'do të kenë sukses. Në varet këtë ata se si e menaxhojnë, kush e man PR-in e kësaj teatrit. Atëherë ka qenë kështu, atëherë në kohën teme ka qenë kështu. Si që tash jalojmë kohës, ta shohmi se si do ecim punët, po. Iber, kur ndalesh e shikon të rrjetet sociale, ti ke një përkrahjet jashtëzakonshme nga komuniteti artistik. Si është të vërtet kjo përkrahja? A më përshkruan me disa fjalë? Fantastik. Tash, po, interesant. Mirë, unë mendoj krejt kur të përkrahjen është mirë. Unë çfarë kam pas dëshirë populli t'i pëlqejë veprat e mia dhe të më donë, se ndoshta komuniteti artistik disa e kanë me dashuri, dikush edhe nuk të përkrahen, edhe pse je koleg, bëhet se nuk të sheh, po jemi të jetu në këtë kohën ku dashuria dhe vlerësimi matet me lajka, edhe është shumë e vështirë djellëza. Edhe
Kujt ja uron ditëlindjen? Do të ka mundësi dikush ta bën share, shkruan fjalë shumë të mira, por e ka dashurinë shumë të falsifikuar. Dhe mundet në anën tjetër të flet shumë keq për ti. Dhe ne po jetojmë jo dashuria e rrënjshme vetëm për artin ose për filmbërësit, edhe njerëzit me zvete. Jemi në numrin e madh të rritjes së divorceve, të dashurive në foto në Instagram, po në realitet nuk janë ashtu si duket. Shumë bukur e ke thënë. Dhe s'po di si me ta dhënë përgjigjen si ndjehem. Jam i lumtur. Diskutime bën ti me kolegët e tu. Ulesh në tavolina për të pirë një kafe ndoshta. Edhe aty e kupton, se sy më sy e kupton njeriu sa është i realt me ty edhe sa është i sinqert me ty. Po, besoj me shumicën jam shumë mirë edhe jam i lumtur edhe me ekipën që jemi, do të thotë 10 vite, 15 vite gati që kjo ekipa e re që jemi kriju edhe që kemi punuar më herët, vazhdojmë të punojmë, duam punën. Ndonjëherë unë mendoj se ne dhe se regjisor, edhe po mos të vim në emision ose mos të shkojmë në premiera, nuk është për neve vepra jeton. Vepra, unë le ta duan filmin, është njëjtë sikur të më duan mua. Dhe e njëjta është kur na kritikojnë filmin, e ndjejmë në çfarë dhimbje. Ne si regjisor të e din edhe aktorin po ta kritikon, e ndjejmë në çfarë dhimbje. E ndjen si pjesë tënde, po, nuk e shkëput nga vetvetja. Iber, unë besoj qëllimet e dokumentarit i ka arritur. E ke lënë dokumentarit udhtoj në festivale dhe besoj që i e qasur kësaj mënyre të punuarit ndoshta pak edhe për ta studiuar. Të zhdashur ko pak edhe për ta studiuar ndoshta çështjen e dokumentarit? Unë zakonisht edhe tek filmat, s'kam qef të them film artistik, se kjo artistik ne sikur ja vendosim artin filmit, filmave të luajtur. Edhe dokumentarën prej studimave i kemi eksperimentuar, duke studiuar. Po unë e di që lexon shumë edhe të pëlqen gjithmonë që gjatë kohës, gjitha, sidomos ne profesioni... Duhet t'jesh i azhuruar, me patjetër. Profesioni jonë po kërcënohet në kohës fundit nga inteligjenca artificiale. Ardhja informatave të reja, librave të rinj, do të thotë ne nuk e dim më pas 3 muajve çfarë forme do të shikohen filmat. Domethënë çdo 2-3 muaj po vjen një risi, një ndryshim. Dhe normal se duhet të jemi vazhdimisht në kërkim dhe ulumtim se çfarë po ndodh me kineman ose me teknologjinë. Se një dokumentar i realizuar si Antigona ose dokumentar të tjerë, nuk është që nuk ishe të realizuar nga televizionet sot. Për shembull, në të kaluarën, televizionet e kanë pasur një format shumë të thjeshtë. Ulje, intervista, klasik. Sot, televizionet kanë arritur një nivel shumë të lartë të zhvillimit të editimit, të xhirimit, me fotografi shumë të bukura, me një dronë, e ka televizioni me një dronë, e xhiron, do të ka reportazha shumë të mira, që me të vërtetë duhet të mendosh çka të bëj unë diçka interesante tash në film, ku janë të barazuar në formën e realizimit. Dhe ajo që ndoshta neve na ndan nga kjo është prapë ajo koncept ose thellësia e personazhit, karaktere. Edhe unë jam munduar sa më shumë tek filmet të kape me karakterin dhe nga ajo të nxjerrim më të mirën të mundshme që mund të na jep karaktere, sesa për pjesën e kuadrimit, beso se çdo kush sot i pashkolluar, vetëm me pak pasion, na konkuron në kuadra. Po. Një numër të madh të dokumentarëve të cilat unë i kam realizuar pikërisht në këtë shtëpi televizive, kanë qenë në një formë ndoshta për të prekur temën dhe jo aq shumë në pjesën vizuale. Aq të mundson televizionit, domethënë nuk ke mundësi që ti të dalësh jashtë kornizave. Po kur sot ndalesh edhe ju bën një analizë, gjithmonë ka qenë pika aty tek rrëfimi, tek storia, çfarë në fakt ti do të nxjerrish prej saj dhe jo çfarë kuadri do sjellësh, sepse shikuesi i thjeshtë edhe nuk e kupton ndonjëherë kuadrin. Por që filmi dokumentar e lejon çdo forme të regjistruar në formën vizuale, por nuk e lejon në formën të vërtetës ta prekish. Filmi dokumentar e ka dhe një konkurrencë shumë të madhe nga këta personat që bëjnë vlog videos, ndoshta edhe TikTok video, do të thotë njerëzit janë në gjendje të ulën të shikojnë një person që shëtit botën duke rrëfyer shëtitjen e botës, ose një person që gatuan në shtëpi dhe ulën dhe i shikojnë, do të thotë kjo një formë dokumentare. Me një video TikTok ose YouTube short reels që janë. Dhe filmi dokumentar, prandaj po them, është shumë e vështirë të bësh një film shumë të veçantë dokumentar, sepse kemi shumë pamje ngjarje të mira nga të tjerë, do të thotë. Prandaj edhe dokumentari është më lejuar të realizon gjithkusht që e ka një rrëfim. Storia me Antigonën me Mirsadin
na ka qenë shumë e lehtë se ne kemi njohur storyn dhe diskutimi ka qenë ajo bashkëregjia e analizave, këtyre punëve të tjera të realizimit të filmit. Sepse po të ishte një film artistik, ndoshta Mirsati do të kishte luajtur në film. Por të dokumentari për mua ka qenë një ndihmë e madhe ku ke ka njohur këtë pjesën e Antigonës, e diskutimeve, analizave. Dhe pjesa e videos që po themi është puna sot më e lehtë për të nxjerrë një kuadër të mirë. Po, Mirsat, vazhdo të qëndrosh në temat e spikatur atje nga zona yte, sepse Ibri është gati, është gjithmonë në start për të filluar xhirimet. Më paralemrove diçka, por që ne do të ngelemi për një rast tjetër, ndoshta. Po, mos tjetë ky rast i cili do zgjat mbas 5 viteve. Kemi frikë se po na, për shembull, të Antigonën e shfaqëm këtë trailerin dhe kishin shkuar Ta xhirojnë normal me qëllim të mirë, por nuk i din këta rregullat se filmi është dokumentar, është kontrata dhe duhet të shfaqet në festivale. Kështu që po kemi frikë të tregojmë idejt, se mos të shohim të xhirojnë. Jo, s'paku me mua mos ke frikë tash i nga publiku. Publiku, po. Publiku djesa ne sot kemi konkurrencë të madhe të regjisorëve dhe të realizuesve, do të thotë janë njerëz me një telefon dalin dhe xhirojnë një film. Dhe mirë është të kemi kujdes çfarë flasim, se i marrin idejt. Po. Shumë suksese për filmin, në udhëtimin e festivalit dhe pas këtij festivali unë besoj që producenti ka dhe një mënyrë, një skicë të formës se si do të udhtoj festivali dhe çmime, besoj. Le të heci nëpër po. Unë jam shumë i lumtur që po vazhdon. Ja, edhe Regja ka vazhduar në festivale të tjera, edhe Antigona sigurisht do të vazhdon në festivale të tjera. Let ecë filmi gjërë, qëllimi jonë ka qenë let shikohet filmi. Çmimet janë të mirëseardhura, askush nuk thotë jo, por qëllimi është i festivaleve. Shumë suksese për ty Ibër dhe faleminderit që gjithmonë një pjesë e emisionit tim e shtëpisë tonë, gjithmonë me informacione të cilat i sigurojmë për shikuesit, ata të cilët e duan filmin, dokumentarin, e duan të bukurën, e duan artin, kështu që gjithmonë suksese sinqerta prej meje. Faleminderit edhe për juve djellza që çdo herë na promovoni, çdo herë artin do të thotë edhe filmin e keni pasur synim edhe neve regjisorëve për të na promovuar edhe veprat e tona, kështu që jemi shumë të lumtur që sot edhe bashkë me Mirstadin. Po, shumë kënaqësi që ju kisha bashkë. Po. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë djellza. Faleminderit edhe ju që na keni ftuar këtu për gjithë këtë emision që jeni angazhuar edhe për pyetjet e juve. Faleminderit shumë. Miq, ka qenë kjo e gjitha që kishim servuar sot për ju, duke ju lënë një takim sigurisht të dielën e ardhshme, deri në takimin ton të radhës, mirëmbëjtje.